Kjo është Leila Dani, e cila I ka qëndruar besnike zanatit të trashëguar të rrobaqepëses, duke sjellë mjeshtërinë e saj në riparime dhe krijimin e veshjeve të reja. Puna e përditshme ka sjellë ndryshime dhe një përvojë të çmuar në këtë zanat. Vi nga një familje që kanë traditë rrobaqepësinë. Qysh me shumë shekuj, qysh 1820 kanë fillu e kanë punu rrobaqepësa të partë e nanës teme. Ajo ka vazhdu brez mas brezi edhe deri një brez para mejet ishin 7, kurse në këtë brez jam vetëm unë. Pasioni jem I madh për rrobaqepësinë ka fillu që në moshë hershme. Qysh në 10 vjeç kam fillu, I kam vizatu qa më shkoten mend, fustane, bluza, pantallona. Në punishtën e saj më së shumti klientët vinë me idetë e tyre për realizimin e modeleve. Copat kryesisht vinë bashkë me copën klienti, që e ka të veten, edhe unë ju këshilloj. Vite më parë kam punu edhe me katalog, gjerman, francez, mani di fata, por tashti gjithkush e bjen o vetë modelin e vetë, ose për të sugjerimin tem. Ky profesion betet burim kënaqësie, sepse çdo punim sjell gëzim te klienti dhe je vazhdim si një tradite. Kam 60 vite që jam ullë me dëshirë të madhe në makinë, që kam lanë lojnat e moshës teme edhe jam marrë me rrobaqepësinë. Tamam kënaqësinë e vërtet e gjajni këto. Sidomos kur më thonë të lumshin durt, ose shumë herë ku më thonë në ma ke pikati këtë gja, atëherë nihem tamam e lumtur. Për Leila Dani, rrobaqepësia nuk është vetëm punë, por një pasion I përditshëm që e mban të gjallë lidhjen mes mjeshtërisë dhe njerëzve.